kush është shqiptar luan për ne shqiptar jemi. Atëherë po të shka gjithë shkojmë aty. Çfarë ti bëjmë Kosovës? Dëgjoj, nuk dua të komentoj këto deklarata, dhe nuk do të komentoj asnjë. Ai që dua të them është. Po është kryetari i federatës, Shako Hoxha, është kryetari i federatës, është njeri kryesor. Okej, nuk komentoj deklaratat e tjera, po më themi gjë, deklaratën time. Po të pyes ty, e njeh një djalë që quhet Yasir Hasani? Po. Një djalë që quhet Berat Xhimshidi, ai je. Po i njoh shumë mirë. Ja tradhtar, Yasir Hasani është tradhtar i Serbisë Maqedonisë, se ai ka qenë ekipet e moshës për Maqedonisë. Të ka ardhur në Shqipëri. Po dhe është ka përsheva, çfarë do të bëjmë këtë tuaj? Edhe Yasir Hasani ka mundur të luajë për Maqedoninë, nuk ka qenë problem. Ndoshta zgjidhja e parë do duhet ishte e Maqedonisë jep për Yasir Hasanin. Marr parasysh që po pra. Jo, do ishte gjithmonë e para Shqipëria. A e di pse? Shako Hoxha, sepse edhe Maqedonia është e shqiptarëve. Apo? Jo, nuk është Po si s'është? Po si s'është? Po nuk është e gjitha shqiptarëve. Po janë 700.000 shqiptar. Jo, po them edhe e shqiptarëve, nuk po them e gjitha. Po them e gjithëve. Që jetojnë aty. Më fal, do të pyes për diçka se ka profesor Byrbyrin atje. Po. Profesor, respekt për gjithë ata që kanë votuar për ty, se janë gjithë njerëz. Janë 20.000 Shako Hoxha, 20.000. Po unë konsideroj profesor futbollit që tjetër. Tani, nëse zoti Doverlani do t'i bëhet sot një ofertë për ta për të votuar trajneri kombëtar i Shqipërisë. Dhe ta pranoj. Do ishte tradhtar apo do ishte profesionist? Të lutem. Mos ta bëj këto krahasime se nuk janë të qëndrueshme. Driton Latifin këtu. Driton. Ose terroristë ti punon po driton ti. Jemi me këmbë tok, mos bë krahasime të paqëndrueshme, të lutem. Puna trajnerit është një punë tjetër.